Kemi mund të bëjmë shumë më gjërësisht, nuk është se jemi të kufizuar. Urdhëroni. Mirëmjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam një që punoj jashtë shteti, po desha të flas për të marrëveshjen që kanë bërë mbrëm këto. Po së pari më vjen mirë që bësh pjesë të programit, me atë që kuptoj kështu dhe me zë dhe figurë bësh pjesë për herë të parë, e nga na telefonon në çfarë shteti i ri, edhe je në punë, me çfarë merresh në punën e përditshme? Po, jam kamionist, shofer. Shofer, jo, atë e shoh, po me çfarë kështu, mallrash, gjërash etj. Industriale, gjithçka. Po shumë mirë, shumë mirë. E nga në kë shtet jeton? Ku jeton? Në Itali. Në Itali, shumë mirë. Të dëgjoj se ta bënim një hyrje, një prezantim të vogël. Po të flas pa bezdisje dhe të tjerë, sepse gjithkush i ka menimet e veta, po. Jam sigurisht nuk kam frikë të them jam i majt. I majt. Po. Porque familjarisht jam i majt, po problemi është që në thënë drejt, këto e kanë, mos ta them atë fjalën, e kanë qelbur kret. Janë për të ndruar gjithë, këto bashkëpunojnë bashkë. Sala është dakord të rrihet ku është, ky është ka rënë dakord të rrihet ku është, edhe ne domethënë gjithçka është rrotulluar rreth këtyre dy personave. Po. Nuk e kuptoj. Nesër Berisha li zgjidhet në krye të PD-s. Ju tha që jeni në majt, nuk dia ju intereson kjo, po. Jo, më intereson, unë jam i majt shumë, po nuk jam partijak. E kuptoj. Po, më intereson PD-ja, sepse duhet ketë një opozit fort. Stali Berisha ka marru, domethënë, mosha bot vetën e gjithçka bot dhe nuk ka ç'a japi moj. Po ai aty është për hallet e veta, nuk është për hallet e njerëzve. Ai ka hallet e veta dhe i ka të moja hallet, sigurisht. Nuk di që të them, unë nuk e di pse duhet i shkosh mbrapa një njeriu. Nuk jam me PD, nuk kam qenë kurrë edhe me këto, edhe besoj që koha më ka dhënë drejt. Se ky që një ish komunist që pa dashur, mjes e zuri gjumin me tesën e partisë punës, mjes u gdhi demokrat. Demokrat. Domethënë, me dy fjali unë të pyes, nga aty në Itali që ju jetoni dhe punoni, si të duket se qeveristet Shqipëria? Shiko, të themi të vërtetën, neve nga jashtë, na duket që pak edhe ata nuk ose s'kam punu, po domethënë më duket korrupsioni është i madh. Megjithatë është në kuadrin se duhet i faktohet, derisa nuk është faktu korrupsioni, për shembull. Okej. Nuk se jemi në kuadrin e fashëthemeve. Dakor. Mirë. Megjithatë, me thënë drejtë, po të qetë një opozit fort, Edi Rama, unë edhe po qetë në opozit, do të votoj prap. Me thënë drejtë, po duhet hikit, largohet, sepse po atëre, shiko, këtu është ajo, se edhe kohë nuk kemi dhe të ngecim pak. Megjithatë, inshallah, ai ka një. Këtu është ai paradoksi i madh, që ju thoni jam i majt familjarisht e tjerë dhe nuk mund të ishte dhe i djathtë, nuk ka gjë të keqe, nuk gjykoj, nuk paragjykoj. Keni gjithë ato pakënaqësit tuaja e tjerë, por thoni që edhe unë prapë do të votoja. Këtu është paradoksi me shqiptarët, se si puna e zotërisë mund të ketë edhe shumë. Një fjalë për ta mbyllur të lidhën. Po. Okej. Ju jeni gazetar të shkëlqyeshëm, që duroni shumë, pa duroni edhe mua. Po patjetër. Faleminderit për efekt kohë, edhe sinjali besoj morëm gjithë mendimin. Ditë të mbar dhe punë të mbar. Respekt, gjithë mirë. Respekt e mirëpritur në program.